Si është ky konflikt mes Iranit edhe Izraelit? A mund të kemi një finale, një fund? Apo do të vazhdoj përshkallëzuar? Sot Trump në fakt ka rreshtuar se sa kanë zgjatur me vitet të tëra e me ditë edhe me data, se sa kanë zgjatur luftrat e parë botërore, e dyta, lufta e Vietnamit e tjerë me radhë. Mund të shkojmë ajo që u nisi në Rusi dhe Ukrainë si pak ditë, pak javë, ka hyrë në vitin e 4? Strategjia e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilët e kanë miratuar me ardhen e presidentit amerikan, ata kanë parashikuar që Amerika mos bëj luftra të zgjatura, siç ishte në Irak apo në Afganistan. Luftrat e zgjatura realisht do të jepnin një lloj dëmtimi, qoftë në njerëz, por edhe në ekonomi. Bombardimja ajror dhe goditja e objekteve strategjike ka qenë një ndër strategjitë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe të Izraelit. Po të rikthehemi pas tek nisja e marrëveshjes dhe mosarritja e tyre, kishte 3 kushte tek marrëveshja dhe tek bisedimet për marrëveshje mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Kushti i parë ishte mospasja një bombe bërthamore nga ana e Iranit. Kushti i dytë ishte mospasja e kapaciteteve balistike për raketa balistike dhe dronë të armatosur, gjë që ka treguar që Irani ishte një shtet i pakontrolluar dhe i rrezikshëm për vendet e lindjes mesme, por dhe jo vetëm. Dhe kushti i tretë ishte mos financimi i grupeve rebele apo grupeve proxy me trajnim apo dhe me armatim, gjë që ka cënuar disa baza amerikane në lindjen e mesme. Bisedimet nuk avancuan, u mor vendimi që të përfshihen luftë nga Izraeli dhe nga... Unë shikoj Iranin të humbur, nuk mund të them që është i fituar, pasi Irani ka plotësisht të shkatruar forcën detare, plotësisht shkatruar forcën ajrore, të gjitha bazat e forcës toksore, janë bazat e pastrimit uraniumit, ndërkohë që janë bazat e lëshimit raketave balistike, të gjitha janë të dëmtuara. Ne kemi sot që flasim një lloj reduktimi apo ulje të ndjeshme të sulmeve që realisht Irani bën vetëm me dronë të armatosur, dronë kamikaz, të cilët ngrihen nga vendet lëvizshme apo baza të fshehura, gjë që patjetër strategjia e Iranit ka qenë. Vetëm gjatë ditës së djeshme, në thënë pak orë përpara pas ditës së djeshme, kanë qenë 5 sulme me raketa për 20 minuta te Iran. Kështu që nuk është se flasim për një aktivitet që është në ulje. Sipas projeksionit dhe llogaritjeve që bën Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, rënja e sulmeve iraniane ka rënë ndjeshëm, ndërkohë që janë të gjithë liderët ushtarak të vrarë, qoftë forcat armatosura, por dhe të gardës kombëtare, lideri shpirtëror dhe jo Mojtaba që vazhdon dhe nuk shfaqet në kohë luftrash. Kemi një popull që sot atje është në situatë krize. Ai ka përshfaqur të gjithë arsenalin e tij Iranit? Apo ato që i kundërpërgjigjet sot Shërbaz, duke i thënë që ne kemi akoma potenciale që ju nuk keni parë, nuk e dini ku janë. Ti bën të ballë sulmet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit. Pra nuk kemi asnjë avion luftarak iranian të cilët kanë luftuar apo të bëjnë luftë ajri me Shtetet Bashkuara dhe Izraelin. Gjë që kjo tregon një lloj mos kapaciteti, do thoja unë, në aspektin e forcave ajrore, luftimit në ajër, ndërkohë që kemi marinën e gjitha e dëmtuar. Pavarësisht se në ngushticën e Hormuzit, garda revolucionare duke pasur apo duke menduar këtë ditë, këtë lloj lufte, ka investuar në ngushticën e Hormuzit, pasi edhe terreni e lejon që të bënin investime të ndryshme për një luftë asimetrike, do thoja unë. Pra, duke menduar që Shtetet Bashkuara dhe Izraeli do t'ja dëmtonin flotën ashtu siç ndodhi, ata kanë menduar plane të tjera që të rezistojnë apo nëpërmjet ngushticës të ushtrojnë presionin e duhur që Shtetet Bashkuara dhe Izraeli të dorëzohet dhe ta mbyllin luftën. Por Irani është i humbur, pasi kapacitetet ushtarake, kapacitetet balistike dhe situata në popull nuk është e mirë, ka një lloj rritje të çmimeve, ka një lloj pasigurie, një lloj paniku, të gjithë liderët ushtarak dhe politik të vrarë. Unë mendoj që nuk është në një